Episodi 41. Podcasti Përshëndetje miq të nderuar, respekte dhe shumë faleminderit për shikimet, për klikimet, për like-et, për komentet, për të gjitha, jemi këtu në këtë episod podcast Xpien Gjirokastra, episodi 41. Sa shumë ke bërë o vlla për zot. Përpiqemi. Bravo, fort. Kemi dy çuna nga Gjirokastra sot. T'ja u lë vet prezantimin shumica e jojnë, po për më shumë vazhdoj me DJ-n. Përshëndetje njerëz të gjithëve, unë jam Omari. Kemi dhe edhe bajo në burë. Një bajo ka Gjirokastra. Por e bajo Gjirokastra ka shumë bajo vlla, po shiko, një bajo është me famë. Një ka me shumë kë. Me shumë. Jo, më një kë kam unë. Një kë kam unë në rezervë. Ishte fantastike sepse para se të ftonim bajon, mu kujtua një batute e bukur e kam parë në një emision në televizor. Ishte ftuar, do me thënë, një vajzë dhe një djalë, ishin në një lokal edhe po diskutonin për i bënte kamaqa, i themi. I thonë tek tana e ladë. E gacmonte. Edhe i thotë kjo vajza, po mirë i tha, të flasim qik kështu i tha me gjuhën e teknologjisë, i tha, sa kë ke ti, i tha. Po një kë i tha, si gjithë tjerë. Një i tha, ikse shkëke. Po, jo më ore miri, o vla, po mirë ta një kë. Jo, se ti ke 120 e sa ke ti o burë? Unë për vetën time i kam ja 120. Me janë shtuar, këtën i kam... Kanal këtë në krahë, burë, këtën, se i kam dash për kanal. Për gjithë ata që përdori TikTok-un, tek scrolli 5-6 të desh kësë surat. Falenderoj edhe njerë Bajon, që erdi në vendlindje. Falenderit ju, pa Gjirokastra i burë, o burë. Vazhdojmë, Omar DJ. Pse Omar? Omar ka ardhur shumë natyrale në fakt na çunat kur kemi qenë të vegjël, se emri im vërtet është Spiro. Spiro, ta gëzosh. Po përgjithsisht më njohin vetëm me Omar, familja ose madje edhe kur jemi në rreth shoqëror, edhe bëjmë në një bisedë dhe i them çat ju thot Spiro, arrin kthejnë kokën, kështu dhe më shikoj. Kush është Spiro? Ai thonë i them unë më fal Omari. Ka nisur na çunat, mblidheshim që një film turk. Film turk. Ishte një film turk që ishte shikonin plaga ato burë, jo para sy shumë. Ishte Omeri dhe Xhengizi. Edhe mbi emri im është Omeri, Spiro Omeri. E ma shtrëmbëruan pak mbi emrin, ma bërën Omar Xhengizi, Omar dhe ngeli Omar që në ato vite. Edhe kjo është prejardja e. Sa vite ke që... Po bëj gati 17 vjet. 17 vjet. Po. Kam 17 vjetë që merrem me shumë vite, po. Me shkëputje të them të drejtën, se puna jone ka pa këto, arti i ka pa këto ullje ngritje, do me thënë, me veten tonë, jo me njerëzit, me popullin, po... Unë e ti është një gjej. Se shumë vele e dinë si jam i bia sajtot, a i leviza të para mbrapa. E sidomos në Shqipëri. Bëna i mo, DJ, jam ullë... E ma leviza ato, kodlas poshtë. Po pushton bën koto, burse ka vën mix. Bën koto ato. Është ndryshe nga metropoli, nga Tirana, për ne që jemi nga provinca. Nuk është provincë, jo, mos në tuaj këtë se mos në busi Blendimania. Falenderojmë Blendimania. Kishte e Gjirokastra provincë. Se jo e Veroqa tha vjen nga një provincë, nuk është provincë Gjirokastra. Në krahasim po flasim me vendet e mëdha, ne jemi, do me thënë për ne është pak më e vështirë që të... Se iku ky, ike ti, do ike ai që i ka dalë dokumenti amerikan. Provincën Gjirokastra. Akoma këtu jeni? I kanë dalë letra tu? Iku dhe ai, pa kosh këtu. Jo, çfarë bë. E kuptoj. E mira është mos t'i ikim o burë, pëton? Unë them, e mira është mos t'i ikim, po... E mira është t'a bëjmë jergëzuar, ka nisë në asa grika. Se po të ikur të ikim, ti përsh të duhesh. T'a bëjmë gëzuar me sex on the beach, o la. Atë veda, dhe ajo është koktejl, mix, unë e kam... Premium cocktail, o la. Unë e kam gin mango ti me sex. Po e pe hapje? Sex on the beach. E hapa me çakmak. Sex on the beach. Sex on the beach, mix cocktail.
Gëzuar dhe njerë. Gëzuar që Hajde gëzuar edhe nisë u gjenëm edhe nisë erdha unë olla mbi të gjitha se kisha një cotu po ardhur dhe thash pa ndonjë. E ku më bukur mund të kthehesh në vendin tënd edhe mos ta nisësh nga ky podcast fantastik që kanë bërë çunat e qytetit. E këndshme. Nuk e di si duk Sex on the Beach. Super. Ti e ke vodka. Super olla. Po edhe kjo Sex on the Beach quhet? Është pije shpirti. E doja edhe unë Sex on the Beach. Ja, pa Sex on the Beach vetëm një merë robus. Sex on the Beach. Falenderojmë shumë çunat Tanin Sergian dhe Martinin për suportin që na kanë bërë në emisionin tonë me këto koktele. Edhe me birën Budweiser, me ujin burimi, është kafe Frank, cappuccino pistachio, cappuccino Irish cappuccino. Gjithashtu kemi dhe Fura Restaurant në Pazar, një nga restorantet më klas. Ju sugjeroj miq kur të vini në Gjirokastër, të qaftë të Pazarit është Antigonea 2000. Kemi servise nea që na mundson audion edhe videon. Ne njohim si Shalari. Shalari e vlla. Shalari të keqe. E kemi mikun tonë e falenderoj me Nea Shalarin. Gjithashtu dua të bëj edhe një falenderim special Burgjia, Rent a Car. Nuk e di se si do jetë situata me Igli Burgjin, po vjet njerë ishte super. Ishte, domethënë, si me makina me qira, si me punte. Unë kam një eksperiencë, isha marrë një makinë për klip kur bëra këngën e... Është një nga më të saktët në Gjirokastër dhe unë kam quar shumë se unë kam punuar me njerëz, me turista, me agjensi dhe kam quar shumë turista për makina me qira dhe shumë të kënaqur. Ju përgjigje, kush vjen në Gjirokastër të kaloj disa ditë, po s'keni makinë se këtu do të makinë nga këto. Vetëm te Burgjia valla. Vetëm te ai lloj valla. Na sillni tjetër të flasni këtu më mirë. Numrin e telefonit edhe disa informacione të tjera mbi Burgjin. Vazhdojmë çuna, ku e lan? Ku e lam valla? Edhe ku na mbeti? E lam tek vitet e karrierës. Në ç'vite ka nisur karriera ndër si Në po ka nisur shumë shpejt në fakt, po flas që kemi luajtur në lokalet e para që kanë qenë në qytet normalisht ose në këto festat që bënim në 9 vjeçare, kështu ka nisur që në 2010-ën. Tu e 16 vjet përpara. Që kemi dalë pak kështu, e kupton se ai viti i parë është mëson ato gjërat në shtëpi, i thua njerëzve që di të luaj muzikë, bëj muzikë. Si çdo profesion tjetër, që shkruhesh vetë në fillim. Pastaj jemi pasuar pas 9 vjeçares me këto aktivitetet e vogla ka pasuar me shkollën e muzikës, me liceun, që më ka ndihmuar shumë, gjë është më ka rritur pak. Pastaj unë të them të drejtën kam ndryshuar pak drejtim nga muzika se normalisht të ardhurat janë pak. Shikon, është ana financiare primare. Është ana financiare dhe plus kur rritesh kupton që duhet të kesh sa baza, përveç pasioneve. Ajo është pasion, normalisht që nuk shuhet kur, sado që të vazhdoj. Ku ka qenë bumi jot si? Bumi im ka qenë në Bregdet, në Sarand, domethënë në sezon. Në sezoni, ajo ishte për shiko të flasim për shumë artistë në qytet, besoj se bumi ka qenë Bregdeti. Se puna sezonale. Kupton, pas kthimit andej, ai është ai bumi i madh. Kemi parë në këto festivalet. Kemi qenë në disa festivale në Gjirokastër, te Çeço Fest, shpresoj të jemi edhe këtë sezon në Çeço Fest. Çeço Fest shumë flako, ha. Moja flak thua nga Italia ti ande. Jo, po pse un kam qenë vetëm këtë vit si shan Çeço Fest valla. Këtë vit isha unë. Për zotin. A këtë vit apo brendon kala apo? S'kam qenë. Un kam qenë vitin e. Un kam qenë vit për vit Çeço Fest valla. Bajo ka qenë në një stage me mua, e ka marrë me vete kur kemi qenë te Bashkëtet e Qes. Vjet nuk kam qenë dhe unë, se kemi qenë hapjen. E kanë bërë unë hapjen e vaj. Kemi bërë hapjen. Po, ka qenë shumë bukur edhe iniciative mire çunave. Shpresoj ta vazhdojnë, të kenë grind edhe nerv sepse vendi ton do pak shumë. Do pasi shumë nerv. Mua më pëlqen valla se ka një lloj ritmi kështu, por ka një lloj fryme tjetër apo nuk është. Ka nevojë rinia valla. Edhe rinia, bravo. Edhe tu huaj edhe turi bravo, edhe turistat në shumë, por kanë vërë domethënë në çdo Çeço Fest që kam qenë për shembull turista do la kanë bërë bravo. Kanë qenë të parë që kanë dalë kanë bërë ato. Që kanë dhënë atë frymën apo sa ata atë kërkojnë. Po ne kemi sigurt turqi. Po ne, valla, po si jemi ne apo? Jo, nuk vëm dorë. Jo, nuk vëm dorë. Nuk vëm dorë. Vëmorë. Valla, po e di si është mohabeti këtu po kërceve je gay tu thot ajo. Vazhdo pak. Po jo më ideja është kështu ja të them unë atë. Pretendon për publikun. Jo valla, ja do të them unë. Çu Shqipëria ka një lloj mentaliteti jo ti vlla.
E kupton që nuk jemi si jashtë shtetit o bre, që ta ndjejmë ritmin, ta bëjmë olla, Jo vetëm për ritmin, për muzikën, për shumë gjëra. Po shumë jemi shumë të ngurtë olla, themi jo po mos e bëj atë se do lëm nam, ne do bëjmë atë. Riti tani në tavolinë olla me gocën, me dashur, me nusën, kërcen aty olla, nusja kërcen ti risi spat atje. Jo, po shikon ata tipat që vinë rreth rrotull. Po, të thot ai, e ke pas ku kena një shok ta bëj, ore kërcet çik. Ja, çamu, geja mu thot ai. Këto e bën dhe kot, çamu skërcet jo valla. Mos kërcet ri serioz valla. Ai s'ku ka vajt varim valla, s'ku ka vajt në diskotek. Hajde merre vesh, po pse vjen valla këto? Po e fort as se mirë, po pino valla bën tap tani tonë do farin. Jo, tek. Pa filluar parti për ta. Pa filluar parti, don. Edhe vetë shijon ai. Po naçi ato. Mund të vinë edhe tap me rakina shtëpia, nuk i di. Po ata vinë Me ciprak. Me ciprak. Vinë me ponxh, mo, hedhin Me ponxhin. Edhe me kupat e dhura. Po jo, na fol pak për historinë tënde pasha. Sa vite ke në emigrimi? Halla, unë në rrjetet sociale po flas në TikTok, e nisa kështu si me shaka. E kupton? Siç kemi nisur ne. E di si e kam nisur valla, kam thënë se gjithja siç e përmendën me këto klabe, me këto që jo skërcejnë mentaliteti njërin tjetër, e kupton? Unë kam pasur edhe një të mirë valla se kam qenë jashtë shtetit që kam nisur. E kupton? Edhe kam ikur me idenë jam jashtë shtetit, nuk më bezdis njeri, e kupton, vë njeri kishin apo më thot ja filani çko pse bën kështu. Se në Shqipëri do ta kisha çik problem prapë, e kupton, po ta filloja prapë në fillim, e kupton, se unë kam filluar çik me këto, por me këto imitimet, e kupton, imitoja njerëzit. Po jo imitime kështu, po i merja vokalin e tyre, e kupton, dhe bëja, po para u bë kam një 4 vite po valla që merrem, e kupton. Vitin e parë fillova kështu dhe thash s'ka për të ecë tash valla, nuk kam për të ecë se shoh që njerëzit janë vetë te TikTok. E gjeta valla, ore di si jam unë valla, unë po ti futemi në diçka do ta bëj them. E kam atë që do ta bëj valla them. Edhe eci me idenë them që nëse mua më ecën në fillim, edhe ndoshta më ndërprehet mbrapa valla, ato s'mecën më do ta provoj prapë se di që ka ecur një herë, e kupton. Po s'mecë që në fillim nuk se provoj më, valla, është logjike, iko valla ç'e dua po. Kam një gjë tjetër. Kam gjë tjetër valla, kam çat kam. Shumë. Edhe nisa valla këto jo me imitime, imitoja këtë, shifja pastaj që influenca valla që e kërkonin valla. Algoritmi njëra. Algoritmi, e kupton. Fillova pastaj kupton, shifja çka kërkonin njerëzit, e kupton, thoja Dale, tregu në tonë. Pastaj pa portofoli. Gjirat virale. Që po mbushe. Pastaj aty so që i më dorë kur. Disi që mua beti se unë bëja video valla, po nuk po shifja që po paguash në fillim valla. Si punaton edhe ti që viewsa. Viewsa, ore 200.000, 1 milion, thë, ore s'po shifja unë, ku merja vesh anglisht unë o burë, e kupton. Italisht unë se kisha mësuar akoma, e kupton, disi kam qenë unë dhog. Shërf unë atje, thështë ajo balanca, që është kjo futem unë atje, do t'i kisha mbledh 100 ca euro, 200 euro kështu, o të keqe ta shërvet. Atje mu dha, mua të keqe, fillova unë, ke parasysh, fillova nga 5-6 video. Doli kësti kredisa ati. Fillova pagu gjira në shpisa, drita ujë gas. Tërnita në kamerat. Po që e nisa si me shaka valla këto me dhe. Ky humori që ti bën në TikTok nuk është se jep ndonjë kështu, po i tregon realitetin nga burr. Po. Sepse ti me anë të humorit, me anë të sarkazmit, ti tregon një anë të realitetit. Bravo. Sepse nuk jo të gjithë e marrin guximin. Jo të gjithë, po. Që ta thon? Jo të gjithë e marrin guximin dhe jo të gjithë e kuptojnë se çfarë jam duke bërë. Pikërisht, jo të gjithë e shprehin lirshëm atë mendimin që ke. Për shembull, nuk e di të ndiqja një darkë, bëje një diskutim për çorape të bardha këpucë të zeza. Bravo. Si është apo? Ja t'ja them unë valla, se unë jam tip shumë detajist, Bravo, shikon detaj. Jam shumë detajist edhe nëse se ore po flasim në lidhje mashkullore me femërore, me thënë për një çift, domethënë që pse thon çunat edhe pse s'na duan femrat valla këtën. Si të doj femrat? Çfarë të doj femrat aty valla? Don ti vesh atletë të zeza me çorape të bardha. E kupton ti? Kur heq këpucën ti, e kupton? Të duken gishtat, e kupton, të duken të zeza, si 101 dalmatët. E ke pas ata qend, e
këton të bardhë të zi, çorapja e bardhë, gishtat e zeza, e këton të duken Na kështu. kapuca, se ka Na lëshuar kapuca, boj. se ka lëshuar boj. Po arritet ta heqësh kapucën. Po arritet ta heqësh, e Po, këton. po. E të ndali dhe gishtat e zeza, gjysma, kështu, si me pull. Po të dalin a njëre edhe me vrim. Po çfarë? Të del ai thoi pa prer. Të del thundra mu. Ai që çanim topa kur ishim të Të del vegjël. thundra na poshtë me kallo, ke ec në fshat. Kallo. Është bërë si sholl këpuce. Valla ec fare pa këpuca mu. Çfarë valla, kështu ka qenë o birozer, e kupton? Çfarë të doj goca valla? Për çfarë të doj goca? E kupton ti kur s'mandot veten tënde valla. Ku nuk nuk po flasim të ndjekim stilin valla, se po ta bëjmë sik prezent. Mos i sa kesh. Bravo, kupton? Tani unë s'po them vishu me Louis Vuitton. Po të paktën kombinohu valla. Kombinohu edhe kur shef tjetra thot, "Ore dale, ore, kam çfarë shofun thotë, shiko filani, nuk vesh për shembull këto me këto, se janë jashtë. Ti të bëj një kombinim i gjë. Ore këta di çfarë shofin këta re. Këta shofin Justin Bieber atore. E kupton ti? Ato. Thot vesh Justin Bieberi shapkat në 4 metra, e kupton? Këmba 30, e kupton? Shapkat 4 metra. Me gomone. E kupton? Edhe do ta veshin edhe këta. Se të huajt hajt mos se kush po pyet njeri për këta. Unë po themi për njerëzit tanë, atë mbajnë njerëzit tanë. Oh, kam një çantë Balenciaga, nuk e di. Hë. Opa. Pa e E tregoj. hapi sundukun. Opa. Ja, Balenciaga, shimo. Valenciango. Sa që 750 euro ishte. Unë jo. Jo, 1800, ishte 1800 euro ai plasmas. Ishte, jo, po ishte gjire verdhe. Ishte në qyrë. Ah, kjo duhet jetë më shtrenjtë. Duhet më del më shtrenjtë. Nuk e di. Del më shtrenjtë. Ta nxjerrim në atë. Louis Vuitton mo. Nxjerrim në Ja, mo i është, çfarë do më ti, Louis Vuitton. Luis Bidon. Louis Vuitton. Çfarë do më ti? Futi Bëni reklam prapë plazmas. materialet në sunduk. Ore, vërtet, doli reklame çantës më të re të Balenciagës. Në pe një ato qese që ne Qese plerash. që e vënim në banjë, Po? tek ajo e banjës, që pasi mbaronin rregullin, e kupton? E, E vini të hiqnin poshtë. Bravo. Po. Po Ai që vetë shet 1000 ca euro. Po nuk jo se unë e vura ajo valla, po që kështu si e ngurtë ajo, por e thonë që Që si ato të kufjeve të mia. Ë? Si ai të si kufje. ashtu. Po jo, valla, po E, po çfarë bëhet? Është brez i çuditshëm, brez i çuditshëm. Për keq valla ton. E mban mend veten kur ke qenë i vogël, ke pasur çantaq, çant, Ore, marsupjo. të gjithë në banim atë. Kur kemi qenë të vegjël, Po, jo, në 9 vjeçare nuk ishim Jo çant. në veçare, Unë për- në gjimnaz o burr. Unë për vete kur kam filluar punën e parë, edhe pse ne të them të drejtën, kemi mbajt ca gjëra kur kemi qenë në brezin ton, po çantën unë ja shikoja vetëm babai tim, një njeriu që kishte një biznes, një magazin që i duheshin të mblidhte çelsa, të mblidhte lek pune, të Njeriu mblidhte që ishte pra të punë. Kurse sot vete në 9 vjeçare dhe ai është me marsup në krah, Gucci. Edhe çka brenda atij? Brenda e sigurt ka një grishse, Një çakmak. një çakmak, ka patjetër një thik, që unë ju bëj thirrje të gjithë këtyre të rinjve që i kam dëgjuar shpesh të lajme pafund. Është e frikshme. Ose këtyre prindërve, duhet nisur me prindrit që ti bëjnë kontroll të Ke çantës. kontrollon të pinë se ai po të do. Ajo thika është bërë e frikshme. O ta fshej atje Shiko, ku sta pret mend. ajo thika është bërë e frikshme, sepse ajo çanta do t'i mbledhi këto, se do ta mbushi ai. Me kupton, edhe është bërë. Është edhe moda tani, është stili, e kupton? Po është stili, po për çantën, jo për ato çka mban brenda. Është trendi E kupton? sepse Ne si kemi mbajtur. Bajua mos ta mbajum, çfarë është bajua, është më një forcë e mua. Po qa, po ne- ne atër mbanim çanta si Faturino, qa Abuzoj, thua, ne abuzoj, respekte e. për gjithë Faturino, se s'kam gjë, po, o vlla, po çanta kështu, mo. E don vede bosh ishin, se s'mbanim gjë, Nuk kurse banim gjë. 200 lek nga plaka. Edhe ato 200 me të qara e merja unë, e kupton, s'kisha unë. Atëre kur që byreku 150 lekë. E kishte ajo, Sava? Si mbaj më. Sava e kishte, Sava. Sava e kishte, vlla. E, Ajo me- jetë me në super termus, byreqe, te vlla. çajupi, me termus dilte ajo, ne hanim 150 lekë, me 150 50 lekë lekë tjetër shketa. blej një huba buba. Uba viç. Uba di buba. Huba buba, e. Jo, po. Qa, po Me janë 200 bërë lekë që gjitha ishte më i bërë. pasur i klasës atëherë. Po të mirë një 2000 në atë. Po 2000-ja ishte tele, kur të vinte tezja nga Greqia. 2000 ja. Ajo 2 euroshi që të thyen kokën. 2 euro. Qa do 2000 fletore, dizi më duke Mirë, i ka mua. qenë 1000 atëherë, kur Mua ishte më 1000 duke lekë si- i letër. Mua më duke si Ej, doni të 500 të bëni euro. 1000 letër? E lëje çik të xhepi kështu ta shikoni. Në, bravo. Natyri E rregull. Natyri kujtoj një 1000 letër.
Shiore, ka një Kjo mishë ka e qenë një letër. mishja e parë vlla, po të kishe këtë në Ishe vjeçare, po të kishe edhe po të kishe këtë. Të kishe atë vlla, kishe gjitha bu. Ishe Ore mbreti me atë klasës. kapje 3-4 femra bu, me atë një Po, mishë. edhe me 2 batuta Karagjozi i kapi. Edhe e kapi. Në mos 3-4 një kishe të Një kishe të tharë, vlla, E kishe ngarkuar një. kafe direkt na glap. Po tani duhet ai rage-i. Tani të keqe vllai. Tani duhet, nuk e di ç'a duhet. Kisha atë të verdhën këtu çaja ato. Kush është ajo e verdha? Është ajo që rëndon se ç'pi. Po, është ajo, është kjo, Goldi është. Kisha ato Aksesorët, Do aksesorët. zinxhirin më pur, po se... Aksesorët që kemi te ajo çanta. Po dhe I kemi te çanta aksesorët. Kështu miq na kemi siç është bërë traditë tashmë në emisionin tonë, me që na kujtoi dhe DJ Omari Enzo Attini, që na është bashkangjitur në këtë episod edhe në episode të tjera. Dhe kemi, por tani kemi jo një po 2 dhurata për 2 mysafirët tanë. Mund t'i hapi, të shikoni. Tani mos vetëm mos u zini. Vetëm mos u zini. Jo, mo jo. Tani Ne është ti ai. mbajtë 2 iPod-ose, unë s'ka nevojë. Jo. Po jo, s'ka gjë, ka problemo. Tani është ai momenti që Jesa plas ai man grushti, brapa, e kupton, ai grushti Se jam anë brapa, po bëj këtë. edhe Enzo, vllai, unë të them të vërtetën, vllai. Mund ta hapësh ta shikoj edhe publiku se çfarë dhuratë është. Hapi. super Enzo, vllai, është edhe një juve këtu se jemi O, vlla, ta përmendim që jemi dhe live, Po, vlla, jemi dhe live. Oh, jemi dhe live. Enzo valla. Attini. live këtu vlla se pa haruar se unë me këta jam Ngritur, o, bure, këtan. këta më ngrin, këta më ulin e këton edhe jemi me Enzo Attinin vlla, për gjithë juve. Dhuratë. Me Enzon. Fuduni te Enzo Me Attini Enzon, se vlla. ka nuk e them për jo, s'ka lidhje me reklamën, ka lidhje se unë jam klient shumë i vjetër te Enzo Attini dhe është e vërtet, vlla. Kam bler syza që bëhet fjalë para 6 vite shpo. Nuk e njifti në Nuk kishte lidhje, nuk e njifte domethënë sa kishte dalë dhe unë i bleva shumë kishte dalë në internetet. Më pëlqyen shumë dhe i kam sot e kësaj dite ato lloj syzash. Enzo valla. Enzo E Attini. faleminderit Enzo Attini. Faleminderit edhe një herë Faleminderit. Enzo Attini për të dhuratat mrekullueshme. Vazhdojmë bajo, dua të pjesë një herë për diçka tjetër sepse hap ato videot e tua në TikTok edhe shoh shumë ku diun. Domethënë e hap TikTokun me atë mendim që të shtyjem çerekore sa të pijem cigare në balkon dhe ngelem një orë. Duke hapur veten time. Scroll, duke bërë scroll. Tani në edhe live këtu. Unë jam shto për edhe time, valla, ka njerëz. Po na shik ato ka njerëz. video, thoj pak o burra, për këtë e Po kemi çfarë këtë të visionin. thet vllai. Se ç'ishte një që kishte hedhur atko, dalin vajzat me tela në dhëm. Si është Po ajo? që e unë ku do vlla, më bën përshtypje shumë, o, Se tani valla, të themi ato që është to që janë me telandëm, jo vetëm për vajzat, edhe edhe për çuna ato bën. Me telandëm tani i shoh që këndojnë, këto bëjnë Këndojnë. video, këto duan Ti tregojnë. do me thënë për të hequr atë sikletin që kanë, o vlla, kupton, atë sikletin e telave, mundohen t'i nxjerrin sa më shumë. Do me bën një lloj autoironie me vetë. E kupton që me demek unë i kam këto, vlla, po Më prano ashtu më siç prano jam. kështu siç jam, vlla. Po Po e pse? pa i çë kot me telandë, si ardhi rushi tani, e kupton? Çka këndon ti, do na i shpi vangelet cope djathit, mirë thash, Nuk valla. e pastron djathtin? Ku pastrohet ajo, më valla? Ajo Do pun. do Ajo telenësh. Do ato fushat e hekurit që pastron ato tubo zingato. Po çon sobës. them në ato por që kruan makinën, e kupton që bën Trivio, me trivio. për past. Por na vjen keq apo çfarë do bëjmë mos i nxini jashtë. E valla, unë kam shumë jam, më thën, e kam si janë. Unë i kam vetë po jo që asot sa për podcast. Ti je shumë skolastik. Jam shumë kështu, valla, kupton. Edhe them valla, kupton që kur i shoh kështu, më kanë bërë shumë përshtypje se më kanë dalë shpesh herë valla. E them, ore çfarë bëjnë valla? Po një herë, dy herë, okay, mos e morën vesh i këtë landë, mos na i tregon ne. Yle tela në dhëm janë pjesë estetike. E prapo. I tani shet por me tela në Po dhëm. s'është kjo, çave bëj dua akoma edhe dhëmbët. E ke parasysh se s'janë drejtuar akoma byrazere, do dhëmbët i ka kliço. E kupton? Do punë. Janë këtu edhe këndon. E kjo është e bukur valla Shpirt këto. artistik o burda, ti çka ke më ke nace nuk ke shpirt artistik si puna e atyre. Po dhe më vendoj valla, kam po them gjë, po i dërgosh ideja mos e nxirr valla, nëse ka njerëz se e don nuk i shef dot apo e don. Edhe unë Ka njerëz të ndjeshëm. Po ja unë po Me zemër të dobët. Po vlla, po çku zur kam unë dytë natë shoh unë telet e saj valla në gojë. Thën, çka kusuri kam unë valla. Tak me tek dhëmja, po i malli. Si mirë. Po shumë batut e madhe. O vlla, është i ballur ka qesh me Si o vlla rinoceron. të ka për zot. Tak tek dhëm. Ai o vlla ku ke kam parë ka qenë ona ja
12 kështu i nalë Çfarë ora çmimi thonë, ç'është 500 lekë ara. Allah, mua fikson sa i ka shumë zërin apo bole, këto ka shumë zërin domethënë që e tërheq, Ai zëri jugor. Ka ato zërin jugor, Ajo valla. folura identitet komplet. Ore, jo vetëm, ore të gjithë olla, për shembull edhe këta që janë averiu për shembull ku na dëgjojnë edhe olla. Ne kupton, kënaqen apo bole, Po i ne tërheq. dëgjojmë një Shkodran, Po. një që ka theksin tipik se Shkodran shumë edhe për humor. Po, normale. E vërtet, ama unë me sa kam hasur në periudhën që kam qenë në Tiranë, edhe jo më lart se deri në Fier, mos iki më lart, se shoqërinë pak a shumë e kisha në kyre them më tut, me ato batutat tona, kur I thaun për shembull ç'a do bëjmë në Izallamai, ata qeshnin, nuk e di se, I dukeshin shumë fjalë të çuditshme. Por atë kemi Emin Kokalarin që e përshëndesim Kokalarin. Ne përshëndesim. Ka një fjalor vetëm me këto batutat me fjalët e vjetra që Ka bravo, ka ato fjalë të vjetra Ka shumë fjalorin do ai ta kanë dëgjuar. publikoj shumë shpejt. Po, po. Po ka. aman Do publikoj fjalor. Po, nuk e dëgjuar ç'a thot Minxirja. Po. Se shtot oftë kaçar. Po, janë këto fjalë të Gjirokastrit, Ja, valla. fjalë që kanë hikur nga I kemi haruar. Po, I kemi haruar se vetë ai Se tani përdor. flasim kështu gjithsesi më anglisht, gjithsesi Po, shqiptar. ne jemi me telefon atë ditën na është bërë mendja save, delete. Po, si trend. Share, like, share, comment, like edhe subscribe. Shpërndaj e like. Edhe share, po na mua më është bërë mendja like edhe share. Like edhe share. Shpërndani live-in, më ngeli kështu. O vlla, mi që s'ndel në ëndra, po e thon, jo sa vet ajo qysh tek. Shpërndani live. Po për zotin o be, po Shpërdani live dhe ju këtej nga unë, por ç'a bëni valla? Po pse naqen që tha e keni para tona greku. Po, dhe ajo bëri xhiron e dinjas dhe ajo. Për me ajo valla. Bërë shumë e madhe dhe. Bërë me fort Se shumë. ke idën se sa video me janë Me etiketuar ato. në TikTok me zë. makina që I kapnin vetë. Që I kapnin me kështu, me gjëra sipër. Me dy sheqe dhe gjëra që e me fortë. AI, me inteligencë artificiale kishin bërë sikur kishte marrë njëri me motor, një vil 3-4. Sa parë një tjetër që është marrë këtë qeshura juaj, valla, për Po, zotin. po, nuk e di kush e ka bërë atë, falenderoj. Po, për zotin, kishte marrë vetëm veç të qeshurën Në atë tuaj. vajzën e vogël. Po. Kush është komandanti në shtëpinë tënde? Bravo, Babi. Po, bravo. nga kush ka frikë babi? Nga mami. Futet ajo qeshura juaj. Po, është e fortë, është e fortë. Valla, mua nuk e di, keni bërë Po ja them pa like, ka këto pa gjë, po është vërtet një podcast I fortë për zotin se Tashko, neve ta them është pa doreza Ta valla. them po, sinqerisht. Është pa Na doreza. kanë thënë shumë vet apo Miro, si e bëni, si ashtu, si kështu, nuk ju vjen frikë, po Frik. nga çfarë? Frikë për çfarë? Nga çfarë të kesh frikë? Frik për çfarë? Jo pra sepse shikoj dhe Ju jeni pa doreza, kështu edhe flisni shumë gjëra. Po, e kupton, shikoj Ajo shumë është- komente që na etiketojnë çmë te kjo çmimi I kësaj rakis. Po janë këta që janë mustallar. Që janë rakistë. Jo po s'doni ju rakin. Zdoni me mua, ua! Tani mi mua, kush ta na çoj çmimin? Ja ve. Çfarë do pi unore? Edhe pastaj plus edhe te kjo që Dolinaqja në fillim që u bë e madhe dhe ajo vajta në përmet piva një kafe 500 lek, jo. Opa. Vajta në kërcyr. Mora një kafe 500 lek tha, me që s'më bëri dhëndër e zonje lokali tha. E kupton? Ajo që në një kontekst domethënë Që ishin mikpritës, do me Shumë thënë mikpritës. edhe atë gjë Shumë pak mikpritës. vlerë që I dha, e vlerësoi. Po Kjo njerëzit është e kanë ideja. keq kuptu. Këta tani shumë veta e kanë kuptuar sikur neve ofenduam kërcyriotët, përmetarët, po, është- po njerëzit kështu janë. Janë, atë po them dhe unë Ti që do të është. mësuar. Unë jam mësuar, jam mësuar. Po mirë, dhe po mos ta bëje këtë që po bën. A nuk do merresh me ty me një diçka? Është Janë pak më e shumë, sigurt. janë më shumë Është tani. edhe në jetën e përditshme. Tani unë kam një gjë tjetër në çamere që Po. pas atë vëmendje. Ideja, e dikush ideja valla që e mira është mos merresh ti me të tjerë, të merren të tjerë me ty apo, do të thënë. Me thënë ti Gjithsesi atë me komente negative janë një lloj marketingu, që Bravo, kështu është. Nuk ka e di si marketing them të unë keq. Nuk ka valla TikTok, marketing të e di si keq. them unë TikTok valla për shembull unë që merrem me TikTok unë them që valla unë para se të mbyll live kur I përshëndes dhe këta që janë negativ valla, që vinë shajnë, e kupton? Ka shumë edhe I nga përshëndes për thënë se na këta e shoh progresin tim, e kupton? Po E mirë, duket çaka të tjerë, e kupton? tani, se të futen pak në botën e këtyre që futen në internetet e shajnë. Ha. Çfarë fiton alla duke shar njërin, duke shar tjetrin? Domethënë, futet ai te live-i ton, fillon ai, jo, Po jo, bëre e ti, sigurt është që është një mosh. janë. Është një moshë e vogël. Ka nuk vetëm është se mosha është- ato. Ka nuk dhe është mosha të mëdha valla. Mirë, mo gjithsesi moshat e mëdha mundojnë që
tek ajo gjëja që thon ti japin edhe një argument, të sqarojnë pse e bëre këtë që na ofendove. Kurse këta ta hedhin direkt valla. Këta ti sa ke hapur pi kafen, ke shkoj na motra, e kupton ti? Ti pa motër, prap kapsetra, po na mot shkusun ka mund valla këta. Ja pa dole ti. U bëre ti. Kot, po ti koti, apo ky andej na Gjirokastra. Po pse, po na Gjiroka, po ka dalë na Rogozhina, po tjetri kështu, po unë pse fa im është ajo. Pse, ore këta kanë natë valla, se këta se bëjnë dot një gjë valla, detyrimisht do rinë do të ngacmojnë ty tani, kupton. Edhe jam mësuar unë me këto gjëra. Nuk të bën përshtypje. Nuk më bën përshtypje fare, por kupton, mua mund të më bëj përshtypje na njerëzit që bëjnë TikTok me mua. E kupton, ata që bëjnë TikTok me mua për shembull. Nëse thon gjëra aty të vret. Nëse thon gjëra, atëherë mund të ngacmoj, e kupton. Po pra, na individ kështu na komentues aty, edhe unë për shembull i marr si progres këto, edhe komente negative, e kupton. Atë i them, unë pa ju, edhe ju që më shani, për shembull, unë nga ju e shoh progresin them unë. E kupton, se them me vete, po spata dhe juve, e kupton, nuk e shoh se sa i mirë jam unë në këtë punë që bëj, e kupton, në punë. Në këtë gjë që bëj unë, e se sa e punë, unë e kam kalon të punë. Po, kalon të punë se përderisa ti kjo gjë të ofron të hapura, ashtu si edhe mua, ashtu si edhe Omarit, është një gjë që ti do ta vlerësosh. Po, Normalisht. pastaj ka një sa kemi Se normal. është hapur dhe kjo me gifte të burë, këton live dhe këton se unë mirën me shumë me live, për edhe se video, tani unë njerëzit që më njohin mua, më njohin nga video. E kupton, çdo gjë që e kam nisur unë, e kam nisur nga videot edhe nuk është se unë jam për të plasur te njerëz të tjerë, domethënë që unë mund t'i kem si shtuhet grabitja audiencë, e kupton. Unë e kam Kafshim audiencë. E këto, si shtos glori, kafshim atë, kafshim në te, qa kafshim o, se na kafshim atë, Kafshim audiencë. e këto, unë e kam ngritur vetë, ma këto, e them me vete që është ndryshe, por nuk të bën më përshtypje, la kalon një periudhë, me thënë e thua që, okej, fillimet janë, olla, Fillimet janë e merr personale, pastaj ka kur e shumë kupton se presion. si ka presion shumë, se kam edhe un kam tentuar të se kam dhe un këore. Kam dhe un ca kë. Edhe Mos ta në lënë fillim zoti. shiko, nuk është gjëja që un mund të bëj hap shumë të futesh live, se puna ime është gjë tjetër, është të promovosh ato remixet, ato këngët që bën, ato gjërat që bën vetë me muzikën, edhe e kam provuar, më ka thënë domethënë shumë herë bajo që ore jam futur lloje soj surate, shfutu dhe ti olla se do ta ngrëm me këton. Edhe e kam provuar, kam tentuar, më ka fut me disa njerëz të tjerë këton, puna që ka shumë presion se ata kërkojnë të kapin audiencë, tonojnë gjë më shumë. Ti ka bën me ca vajza valla. Po, Tani si është më mirë kur del në live me vajza apo me meshkuj. Varet personazhe. varet, unë jam çik i rezervuar me femrat. me femrat, e tonë, se nga që jam edhe familjar, valla, këto normale dhe detyrohemi këton ti zgjedh se çfarë njerëz i shfus në live unë, këton. Që duan të futen të live-in tënd, të bëjnë vetë kërkesë, se unë Po, bëjnë kërkesë vetë, këton, po çdo gjë ndodh se bëjnë kërkesë. Ka femra që bëjnë kërkesë për të luajt, e kupton, se ti e di si funksionon para që me gifte, loz, vlora, këton adrenalina, njëri tjetër. Këto femrat kanë kë apo? Po, kanë kë. Kanë ja ca kë dhe këto. Edhe e bërtasin që mbajmë dhe më shumë kë. Po, kanë kë, ton ke hip mbi kë, s'kam hip mbi kë, sa kë ke hip, sa kë ke zbrit. I kanë, po. Janë të fushës të. Janë të fushës të kë. Do të thënë kur futesh në live është me deri të mbyllur deri këtu, edhe kur vazhdon nxehet situata, fillon zbret sa më poshtë. Se ka loja, vlla. Që të vi ai Luani ose ai Trageti ç'a janë ato. Kush është më i madhi në ato Luan Traget? Tani më i madhi është ai TikTok universi, valla. Është një kështu që del me kështu. Ajo valla për ta bler tjetri që ta hedhi ty në loj, kushton diku te 500 euro. 500 euro. Pa VPN, e kupton, për ata që se din VPN për shembull, e kupton, e merr nga interneti, lidhesh me një location që është jashtë vendit ku je ti, për shembull, atje ku e pagun më pak, pastaj po e pagun drejt për drejt nga TikTok, e kupton, ne ke diku te 500 euro, 550 euro, diçka e tillë, e kupton. Se unë s'kam gjyt ndonjëherë këtë vlerë. Po valla, unë s'kam hedh ndonjëherë. S'kam hedh ndonjëherë unë TikTok kështu të tjerë, do jo, se thjesht i thot ai Tigre Luanë të hedhin edhe. Po më kanë hedh valla, e kupton, më kanë hedh valla, do të thënë ata që më kanë hedh për shembull janë tipa që kanë buxhet, e thon, se normal valla, ajo është. Mund të hedhuna me 300.000 euro për fajin dhe hedh tigri. Jo, dhe na ka ndodhur, se të kap ai euforia për shembull, kur e kam parë në live ka qenë tek ato sekondat e fundit për të humbur, e kupton?
E kam shkrirë Robin. Po bama ty, pastaj më ka shkruar ky po ç'bën. Më tha më, po dërgoj mi çik mbrapsha, po ta mua e ke parasysh. E shënova te listë borxheve. Në defter. Punon e TikToku me listë. Po patjetër, po. Si ti gjani lagjet dhe TikToku me listë. Është e vërtet kjo që punon me listë, mos duket shaka. E di pse. Sepse nëse ti je një person që miresh me TikTok edhe bën live edhe përfiton gifte nga njerëz të tjerë, edhe unë gjithashtu. Unë për shembull më vjen ti më thon mesazhe në privat, më thon, o vllaç kom thot. A do vish në gjush ti mu, e kupton? Po. Po, re vi. E unë të vi, po do më vish dhe ti mua. E kupton? Do t'i vëm se na ka ardhur. E kupton? Edhe ti do vish, po s'erdhe, nuk dëgjoj më, e kupton? Ni përfitove ato që përfitove. Kështu është çështja si me listë, po me njerëzit që ti futesh në live, e kupton? Jo me ata që ty dëgjojnë. Se unë për shembull kam shoqëri domethënë që janë ka dhe njerëz që kanë bajt të standard që nuk kanë bajt të standardin që vetëm kanë pritur gifte, po nuk është se qellojnë mbrapsht, e kupton? Po, varet. Ka shumë njerëz që e bëjnë këtë që je fut ke gjujt për qejf nuk të kthejnë, e kupton? Nuk të futet në lojë. Po janë me thënë nuk është për gjithë. Është këtu në industri në fakt. Ka njerëz që gjujnë për kapriço, ka njerëz që hedhin domethënë dhurata për inat. Për inat, ka njerëz. Do hedh lekun ti për inat? Po, domethënë është një tjetër që gjuan nga ana tjetër. Tamam do shkoj inati. Është dikush në aty që gjuan për inat. Magari me film. Magari, ha? Tash kështu funksionon. Me çfarë merresh tjetër në Itali? Unë përveç se me rrjetet sociale që jam marrë, kam hap edhe një studio me tatuazhe, kam një ca muaj që kam hapur. Aty në Itali? Aty në Itali, po. Unë ri në Bologna. Është diku te 20 minuta larg Bolonjës, domethënë quhet një qytet i vogël, kështu Imola quhet. Atje ri, atje kam shtëpinë. U bëra 7 vite aty. 7 vite. Po bëj 7 vite, gati. Unë e kam ndërtuar jetën aty në mënyrë të tillë që nuk e pse vret mendjen të emigroj në një vend tjetër apo Jo, se nuk ke gjetë rehatsi, thua. Po, në fillim isha që kështu si me luhatje, thash jo s'më rrihet, jo më bëhet, e kisha një çika të Atë me rakun se si të gjitha por kur ikin jashtë shtetit, sikur si pëlqen në fillim vendizim të mashtum, kështu pastaj ka të bëjë dhe shumë shoqëria, ka të bëjë dhe shumë ekëri. Ata që të mbështesin. Sa fillova bravo. Pastaj unë që kur u mora me këto rrjete sociale, valla këto nuk më bënte më përshtypje se ku në çfarë vendi mund të jetoj. Mund të rri dhe në Afrikë dhe prap mund të jem fort. Mund të jem fort, po. Valla, është çështja me shqiptarin, lidhe ku duhet shqiptarin edhe ja del, valla, këto rrjete. Po, ja del, valla. Thash nuk më intereson, dhe kur ti ikin në Zvicër, për shembull që mund të marrësh një rrogë mujore për njerëzit që janë kështu, mund të marrë edhe në 4-5.000 euro. Edhe në Itali mund të marrësh 2.000 euro, 1.500 euro, është lidhje ka, mjafton që nëse ti nxjerr të ardhura është një soi vendi kudo që ti jesh. Nëse ti kënaqesh me aq të ardhura që nxjerr, po flasim me këto se është vërtet. Është pastaj në Shqipëria po ikin shumë njerëz të rinj. Është vërtet po ikin, po. Me sa po shohim ditës vit pas viti. Na maqina pas. Tamam, na maqina pas. Na maqina pas. Tu kush e di ku vjen, mos e kena në Greqi. Po pse o burr, kaq keq që është këtu situata me ku diu me jetesën me lekët. Sepse diskutonin 2-3 podcaste më parë. Edhe thonim me Eminin që Eminin e njohin të gjithë. Po. Emini domethënë nëse ka dikush Emini është patriot i fekur edhe patriot gjirokastër. Dikush një gjë. Domethënë është i fekur, nuk do të ikë sikur të bjerë dhe një meteor këtu në gjirokastër nuk ik. Do jetë i vjetuar i fundit. Do jetë. Po kalari. Do jetë vërtet valla. Edhe tha Emini po shtërin këtu njerëzit tha, një këtu tha s'ke spitale, s'ke shëndetësi. Është e vërtetë. S'ke arsim, s'ke Shumë e vërtetë. s'ke ku diu, je një vend shumë i vogël, tha, një vend shumë i pasur me pasuri, tha, je i pari për krom. Je vendi me naftë që nxjerr më shumë në Ballkan. Po. Gjysmore larg e detin, gjysmore larg e malin. Brezi tona bën dhe shumë përshtypje për arsye se ne kemi qenë në vitet e arta të qytetit, po e mban mend edhe ne tani bëjmë shumë atë ku e ke brezin ton më burr, ti ke ikur, ky ka ikur. Ai do iki. Tre të tjerë kanë ikur. Flas tani që është bërë kështu, ne kemi jetuar në vitet kur ka lulëzuar dhe kur vim tani na bën shumë përshtypje. Do të thënë ne bëjmë dallimin, direkt bëhet dallimin që ka rënë goxha dhe njerëzit sapo vinë po i dallimi duket vit pas viti, sepse këtu ne vjen sezoni, vjen behari, kemi turizëm. Me thënë drejtën këtu Kem, po.
Tani për një muaj pësëm se na jemi në fund Fillon marsi, fort, po. fillon turizmi dhe Fillon, këtu harojnë, çdo njeri haron, streset, hallet kushdo që ka Ja, një haron. biznes, një punë apo merret në pazar me punë. Fokuson, po. Fokusohet sepse dashur pa dashur dikush ka hapur 2 dhoma Airbnb, dikush 3, dikush ka marrë me Kam filluar investojnë njerëzit alla. Edhe jo, kjo është një risk që ja vlen ta Po, marrësh po, me po. thënë drejtë Po, gjirokrat. Një risk abuziv. Jo, nuk është abuziv. Mua më duket shumë abuziv. Jo, nuk është abuziv sepse është kërkesë ofertë. Në moment që ti të vjen kërkesë na shumë turistë, ti nuk ke vend për akomodim, do detyrohesh që siç ka ndodhur në shumë familje, kanë ikur vet familjarët në shtëpira, kanë marrë shtëpi Me me qira, qira dhe kanë dhënë shtëpinë e tyre, po. E kanë dhënë për dhoma sepse Po. fitojnë në burg, Po, thonë po. një dhomë tani 60 euro. I nxjerr 2 rroga ajo. Qa thua? Po, për kjo Shqipërinë gjë- po flasim. Po kjo gjë vazhdon shumë pak sepse vjen fundi shtatorit, fillim tetorit, kthehemi si thua në origjinë, fillon. Futet prapë, po. Ajo mërzitja, fillon ajo nervi, fillon ku diun. Është si ku me neve. është ai anti thua, ja bobo këto. Edhe ndaj po them që do të thoya që e rëndësishme është që të jetë turizmi, po të jetë të paktën mos 12 muaj, të jetë një 7-8 muaj. Po të jetë në gjysmë vitit paktën. Të jetë paktën gjysmë viti, po të jetë gjysmë viti mirë. I fort, po. Po kjo varet nga njerëzit gjithmonë, po. Varet kush e bën turizmin. Unë mendoj ova për shqiptarët për shembull, po flas lidhje me racën tonë, ova. Unë them që Siç bëhen pushime në Shqipëri, nuk bëhen në asnjë vend të botës. Kjo është e vërtetë. E kupton? Kjo Po është e flas në vërtetë. lidhje me shqiptarët vetëm se për të huajt, po vinte të huajt ose bëhet llafe, kupton? Ka pas vitin e kaluar është mbush vlora full me italian ku vjen muhabeti, kupton? S'ka pas, edhe nuk flisje vetëm italisht. Po këtu që vetëm spanjisht. Edhe këtu, para dy këtu viteve, që e plot se unë erdha dhe këtu qëndrova 2-3 ditë po spanjisht prap. vetëm. Spanjisht dhe gjermanisht. Haruesh nuk kaloj në pazar. Unë vjet nuk kam qenë. Hola, ¿qué tal? Thoshte që shoku. Hola, ¿qué pasa, mami? Hola, ¿qué tal? Papasito. Mua par vjet që kam qenë nuk më ka pëlqyer, nuk e di. Kam ngel i zhgënjyer në Jo, qyteti. vjet pa vjet, nëse. Par vjet, nuk më ka pëlqyer fare. 2025. E di për çfarë shtesë më ka pëlqyer, s'më ka pëlqyer sepse qyteti nuk e di pse po flë. 2023-2024. Po flë me aktivitete. Kjo është. Dhe unë jo më larg se dita e verës, Gjithëti është një Kam problem ngel. shumë i madh shumë i edhe pakënaqur. ishte vjet, ishte festa, më thënë, është kjo Christmas market që bëhet për Krishtlindjeve. Po. Që të bëhet edhe këtu të sheshi. Ju bëhet e sheshi, Po. vjet nisi shumë vonë. Në këtë vitin që kaloi nisi shumë vonë, nisi në fund nëntori, fillim mes dhjetori. Që bën ato shpizat këto, po thua. E di kur kishte nisë në Berat? Po. Që në tetor. Edhe shumë bukur Berati. Edhe më dërgoni video mua. Që të marrësh parasysh jemi një vend pak a shumë i njëjtë edhe Njësoj është me njësoj. Gjirokastra me Beratin, njësoj janë. Jo se jemi domethënë Kemi çik më shumë gurë ne, o valla, po, le, pak më shumë kem malore. çik malore këto. Ne na janë bërë muskujt e këmbës të keqen, o valla. Ne janë bërë si kanë gurë në këmbë. Që organizimin në Berat në krahasim me organizimin në fund vitit në Shiko, Gjirokastra, për që si nata me ditë. Për atë që unë po flas, edhe në Berat që don. Për atë që unë po flas, unë kam qenë në Berat, kam vaj Ti po flet domethënë. për pjesën tënde. Për pjesën time domethënë, po jo se dua ta shikoj vetëm si janë monetare. Unë e shikoj shumë mirë, që shikoj shumë turma turistësh që në pas X orari vendosin një boks që e kanë marrë me vete Ka të dhe dëgjojnë bëjnë një stil muzike dhe pinë për qefin e tyre. Dhe çfarë të bëjnë këtu valla kur këtu janë mbushur gjithë rrugicat e gjithë gjërat me një gjë demode që është bërë shumë biznes, e kupton, është bërë biznes. Interes është na janë. Duhet çik pasion, por duhet një energji, një gjë. Domethënë, siç është Ore nuk varet nga njerëzit, kjo varet nga shteti vetë Varet, burë po, thon. po duhet të bëjnë sa organizime, se është vend shumë i bukur dhe ka mundësi shumë. Po Tani, pra, po mos i futë të ranë në xhep të thash. Kur ai atje nuk do t'i japi këton, çfarë do t'i bëjmë? Do t'i vëna xhepi im është ai po vetë. Jo, jemi detyruar të bëjmë dhe gjëra festa na xhepi. Po sa do ta bësh, do ta bësh një herë, dy herë, valla, se Po, po do të gjithmonë. Po për shembull, unë të thash pak më parë atë që dua që të realizoj, e kupton? Ajo që dua unë të realizoj në qytet, e kupton? Përveç se është një promovim për veten time, gjithashtu do bëhet një gjë edhe për qytetin. Ajo është automatikisht nga xhepi im, e kupton? Gjë që ne jemi mësuar që të marrim. Është dhe reklam shumë e mirë për qytetin e Gjirokastës, sepse do ketë pamje me dron. Patjetër, as që diskutohet. Po, Do jetë një set një orë Ne kemi që do bëhet në një location shumë të bukur, që do jetë pamje qytetit fantastike fare. Kam parë në këto shtet të tjera në kështu. Po, dua të bëj një diçka të tillë, e kupton, po ta bëj në qytetin tim. Është gjëja më e bukur. Por kjo ne jemi mësuar që të marrim. Puna jonë është që vemi në punë dhe marrim, kurse kjo është një investim, gjë që këtë duhet ta bënte
duhet ta bënte me kaq shumë Duhet DJ me sound. 2-3 artistë 2-3 artistë bëhet shumë që e bukur. Po, Sigur një orë set të bëj secili nga çuna që janë në qytet. Ta vënte bashkia. Po promovim apo. Se pjesën tjetër ne i kemi vetë pjesën e muzikës të gjërave, e kupton? Nuk është se do vi nami. Ore bjem Korendi, thuaj. Korrent, kaq, e kupton? Po qa korendi këtu ikin drita ta koma, o byrazer. Po qa korendi, o. La njerëzit në Shtroba poçë. holandezi, thotaj. Të kanë lënë një live në mes drita në Bologna? Qa thore, ore, asnjëherë, valla, ku ekziston një kja drita vetë? Ati po iku drita dolën 3 milion në italian protesto, valla. Ku kush në dali këtu? Këtu del vetëm e mini. E mini, valla, Tek e mini. që të bëj, Emini me Zeusin, me Ai Laj, Zeusin, laj, valla, Emini dhe droni. Laj, thaj, ata janë këtu që e mbajnë protestën, valla, këtën. Ku ka ti o byrazer? Qa korendi ka këtu? Na rritën domate, na rritën. E di qa më tha Daja mua dje, naftën. kur ishte loste Polonia me Shqipërinë. Shqipërinë, Do ulesha tha, pia një gotra ki tha, shifja Poloninë, nikën drita, tha. Këtë. Kurse njeri s'kish paguar kablori. Nikën drita ja futa gjumit, erdhën dritat në pjesën e dytë, tha, po e kishte lënë zërin e televizorit në ajër, tha. Ushmë, tha, më ka një shpit në mjedi, tha. Kishin arë drita, Ka në të vjetin, tha. Se rrita dhe në fshatra, ne po na e kemi qyteta, e më në fshat. Po qa to, byra zero, va, këtu varet çdo gjë nga në shteti, o burse, ne marim promovimin, e marim, po sa do bëjmë ne, nuk kemi ne, o bure, këton. Nuk kemi mbështetjen. Pash S'kemi mbështetje, no, jo. Jo dje par dje në një televizor. Jo, më doni në Instagram. Ishte një gazetar që bënte vetë kronika kështu, në një fshat të Kërcyrës, Po. një familje me 2 persona. Tër fshati Bubs, nuk e di se ku që, diçka e tillë. Po. Një familje me 2 persona jetonin. Qa thu, valla? Kishin emigruar të tërë, kishin ikur gjithë në fshat. E kishte bashkin këto, i ka pas besoj ato ati. Po imagjino Po ndrua mo kaqja në tër fshatin. Imagjino në kadastër anë në një hall kështu pronash në radh. Po në radh. Haj tek njeri, e ke parasysh? Po qa. Tek njeri në radh. Jo, pas. Tu në Shqipëri, në fshatra që më përpara kanë qenë tani dakor se kemi këtë këtu edhe ky është më i keq valla, nuk kemi se ça tip se shumë njerëz që na ndjekin. Ai është më i miri. Na kanë bërë komente. Ai është aputë. Ama në foto këtia, ato fshatrat kishin rrugë, kishin energji, punueshin, që jepnin pothuajse mbi 50% të prodhimit, mos më shumë. Po. 100% të prodhimit Shqip fare, çdo qytet punonte për ato fshatra, çdo qytet vente nga një që bëheshin ato brigadat, vende nga një grup familjar, kurse tani po të vësh re, gjithë familjet punojnë për Tiranë. 2 familje, 3 familje, fshatra. Gjithë qytetet punojnë për Tiranën vetëm tani, për kryeqytetin. Po ta vesh. Është bën Nëse të tjerët metropol. punonin për këto fshatra, Tirana burë. Këto tani gjithë njerëzit aty po shkojnë në burë dhe s'kan faj që shkojnë aty valla se aty është mundësia valla për të gjithë. Po flasim. Mundësia më e madhe aty është. Dhe është desësht. Shiko, ai që me përgjindje. Ai që ka ambicie është. Do flasim realitetin tani, mos të flasim gjëra kot. E vërteta është që shumë njerëz aty shiten, po nuk janë. Është fasad, është jetesë fasad. Është fasad, është. Më thuaj mua që kam jetuar shumë vite në Tiranë, kupton? Kam jetuar, po thuaj se pjesën më të madhe të viteve i kam kaluar në Tiranë. Ka, nuk e vë në dyshim që ka, po them shumë njerëz nuk bëjnë atë që shikojmë ne sot, nuk bëjnë atë që shikojmë, është fasad. Këtu ti kalon na mëngjesi në darkë, po ngele më shumë se 20 sekonda në trafik. Për shtyp mua në surat, nuk e shansë të keqen ose në Tiranë keme atlete me taka Lobotini ju vete në shtëpi kanë bërë spinaqi në mur, bur, me lagështi edhe me myshje në mur tani, mos me ishni trurin se njoh shumë mirë. Në darkë te rrugë e Salës janë me Lobotini me çanta dhe në shtëpi kur ju vete që të ftojnë në shtëpi, ka dal preshi në muri vlla, kanë bërë preshi në mur. Ka dal fiku kanë dal algat në mur. Fik me hije, në ato në botë mirës. Botë mirës si e kërcinjtë. Ti përshëndesim dhe njërë ta miqë tanë që bënd të mundur të emision. Mix Cocktails, Budweiser Budvar, uj burimi, kemi kafe në Frank, Shalari, servis Enea. Kemi Enzo Atinin, kemi Furon edhe Antigonea. I përshëndesim. Madje Bajo kur erdhi, më tha mua doa të ikim të ham një drek, më tha mua kam parë në Instagrami.
një restorant shumë të mirë që quhet Fura, më tha do më çosh aty. Më fal se do ta harroj. Bushi taksi, mbreti i Sarandës. Përshëndesim Bushi. Përshëndesim Respekte Bushi taksi. Kështu te Fura the, ëh? Te Fura, po unë se dija si restorant do të them vërtet. Ore, ke mundën mes të pazarit. Po e pashe, pas isha çik para dite valla, isha kalova e pashe me valla një stil. Se kur është sekreti i Furës? Se ata që kanë Furën kanë edhe shef Albania Chef Academy. Edhe janë të rustallar. Çfarë? Është shkolla. E bën vete për kuzhinier, vete për kamarier, vete për kudiu sallatier. Po e pashe Jashtë pas shumë qytetit? të. Po. Gjirokastrit. Nga Gjirokastra. Okej. Nga Gjirokastra dhe janë pothuajse shumë ekspert në atë që bëjnë. Domethënë janë Ndaj të pyeta që atë gjën që bëjnë është e din që e bëjnë të vendit. Këtë po them se unë kam pa shumë vende tradicionale këtu që vete ha ku di uno crudo. Restorant tradicional që ha crudo në Gjirokastër ne vetëm qifshidim edhe sarma. Se ca i thon dol, ndaj më pëlqyen mua, prandaj unë kam shef këto. Për shembull, vajta sot zbriti valla, mora 2 xupa valla. Xupa. Isha madhe për xup. Xup, krye xup valla. Këto Krye xup. Shumë vite pa rënë xup. Po kisha ja 20 vite po valla, këto që 10 vjeç, këto xup na blinde plaka ato që na apo kur na ngjesh apo 500 që rondelja në çet. bravo. ne kemi ngrënë tullumba të njëjtë laçi aty. Ne mbarëm se është një groshi. Ku xupa 1500 lekë po them, burton. Ishte çfarë bën thash aty o. Ne bani më 500 lekë, aq pak. 500 lekë bravo, këtu lart e merja valla në pazar. Po, 500 lekë bënte një. Ma blende plaka mua të xupën, më thoshte sa ma blende. Gjysmën haja unë valla, gjysmën tjetër pas 3 ditësh e ha. Baja në frigorifer. Në frigorifer, ma dhe mund të ishte. Merja herën. Ç'bënte? Po jo, po mos e lëpjena jashtë. Jo, Ore herën vetëm valla. Si kufir. kemi vuajtur shumë. Ha? Po jo, po është shumë vite të bukura, më i kujtoj me nostalgji, kemi vuajtur, po shumë të bukura. Është vërtet Davide. Shumë të bukura. Kemi vuajtur dhe kjo është një vuajtje që ky brez sot nuk e imagjinon dot. Nuk ka shanse o bu. Po mirë, ti i kujton si vuajtje? Jo, unë them. Shiko. Për mua jo ishte një eksperiencë që ta thash tani që ky brez që jeton tani nuk ka mundësi më valla që të arrijë atë Në atë stan, po. ekstaz që kalonim neve. Po. Sepse ne venim në shkollë, mbaronim shkollën, gëzonim kur vinte dita e premten. Se kishim të premten, të shtunë të djetë pushim. Po një mësimet që të premten. Po. Edhe rinin e të shtu të djerë. Edhe kape i topi. Edhe të djerë në darkë e lije, pastaj. Ka ndryshuar breza, ka ndryshuar. Po prapë ne i kujtojmë me shumë nostalgji dhe mua më kanë pëlqyer shumë ato vite dhe s'kam për të ardhur kur më ato vite. Si beshim si shoqëri me lagje. Po kjo pikërisht shumë dëgjoje të gjithë dëgjoje fëmijën në lagje. Ku dëgjon tani fëmijë? Krijonim lojra vetë me mjete rrethanore, çatën agjende i aty. Ti i plakun në lagje të merrte topin. Po bëj ai pastaj vivje plagët. Do të shëndosh edhe ai po çan e shafi që të mbushje topi. Ku ka? Po, Ku ka top ti çaj? Ku ka ata të shkretë. Tani menim atë pastaj atë që bënte grepa plaka, e vidhnim në një çarshaf në shtëpia, ja mbushnim topin e qepnim. Edhe loznim prapë. Ose me nastro. E sajonim on çdo gjë ishte e sajuar aty. Prishnim fletore, i bënim top, i ngjisim me gjica, loznim Jo, po voleibol. Brezion nuk vjen asnjëherë, kjo diskutohet, po unë e di pse Shumë pleq nuk kemi, apo që ne kemi vuajtur se ne kemi provuar këtë lloj jetese tani, kupton? Se nëse kjo jetesa që kemi pas bërë më përpara të ishte kështu komplet deri në këtë moshë mund jemi tani, nuk do kemi thënë asnjëherë kemi vujt, e kupton? Sepse me ato do mësohesh me ato. Mundësit më shumë. Ne kemi krijuar mundësi ato pikërisht. Kjo teknologjia ka avancuar themi, e ke parasysh edhe ndaj themi kemi vuajtur ne. Atëherë flisnim me filli Spanjë dhe me kështu. Me ato plastike. Plastike, gota plastik. Ka pas një këngë në televizor apo në radio, venim me vrap blenim kasetën. Bravo. E kthenim atë kasetën. Unë bëja kështu. Unë e bëja kështu, merrnim kasetën edhe ka qenë një orar që fillonin top 10-ja e këngëve më të mira. Ka qenë, nuk e di, 50 a 100. Edhe kanë qenë ato dy butonat e para. E merri atë kasetën e Altin Shirës, të plakut. Ja vidhja plakut atë Altin Shirën. E fusja aty edhe pap, e bija rek atyre, e kupton, edhe kur vinte fillonte ai si ka qenë ajo. Ti më vjen si një piklot, fillon të stinja pastaj. Edhe bëja mikse me kaset. Kurse unë për shumë kisha
kasetat që ishin të vjetra, se neve na i sillte gjishja se që në ato kohra gjishja jepte merte vinte në Greqi, se si që sa na që ata na greku me stroma me kështu, kurse gjishja me vinte me kaseta. Me mikrofon. Me mikrofon. Në sfide me ato disjet, Unë kam pas me disje, me ato disjet e zeza, me Aliqi Papa. Ishin këto kasetat me këngë greke nga këto greke popullore. Po, bravo. Edhe i lënte atje gjishja tek ajo raftit e bufe. Edhe unë merja edhe ishte një orar tek Top Albania Radio që ishin në këto këngët, jo, ishte më duket një nga këta o DJ Andi, o nuk e di dhe ishte një... Në Top Albania dikur ka qenë Aldo, nuk e di. Aldo, okej, po ishte një tjetër DJ, nuk më kujtohet qofse na i kujtojnë ndjekësit. Edhe ishte, domethënë, gjysmore me mikset më të këngët më hit. Më të Picasso, apo. Bravo, edhe O shpat kasapi me këta, edhe veje e vëje Reka ty. Edhe vende gjishja të dëgjonte muzikë popullore. Fillonte fotografi, blero. Këndiste ajo shapka blu pastaj. Jo, ka qenë kafe. Jo, më kisha blu. Që a blua me si Meriman. Blu që ka qenë me pedenca, Këtu, o qa do të bënda ajo të keshe më nuk po kishin e shënjëm. Unë i kam me vrapë në dike shapka. Da jemi kështu sot. Zigzag, shapka zigzag, po të thënë. Kishin shenjë të papa. Që si ato predat e Iranit. Ajo Ka qenë me të majtën vëllai imagjino që ashtu. Zallak, turba që është shega pas. E i të kështu si qoberi që gjuaj kështu. Po, nuk e di vëlla, ka qenë vitet e lumit. Po. Dhe lumi. Te lumi ka qenë vitet e lumit. Bëje shaka me të shtëpisë, thoya që jo s'fajta lum Ta bënte kështu, ja, fap. Jo, unë kam pasur një gjë që mua më bëj gjithmonë ajo dhe e kamufloja. Edhe kur nuk isha në lum, edhe të bëj thjesht dush, më bëj edhe sot, edhe e kamufloja. E di nga më kapte? Nga brekët. Veshin brekët me alga. Jo, veshin brekët, po Kishte krokodili. Kisha atë shënjën e brekëve këtu që qenë lagur roba, të karta, s'kishe çfarë bëje. Ishe në lum ti do thoje? Ja, jep tek tu. Po të ngelen nga një zhavor në për breka, aty në këto. E pastaj ju mësua metodën tjetër, një palë në lum, një palë. Bravo. Tha vish Ilin aty tek ato shavaret, tek ato. Po notin si e ke mësuar notin? Notin më ka marrë, të ja them emrin, duhet ja them. Më mori Arben Kasha, më futi një shkel, më odhi në lum, dola vet. Mua mori. E njëjta gjë. Mua, po jo me Arben Kasha. Më futi një shkel më aty në pasarel, më odhi brenda, dola vet. Se s'më zori njëri. Ditë do të thosh ti jo, da, po. Nga gjë ata lajse ishin mosh më madhe. Edhe vjen tek hajde më thanë, jo s'vi doni dashu se s'di not. Hajde tha se o ta mësojmë notin në kubiqe, te kubiku madh. Shkelbin në mbrapa, hidhu poshtë, e pa që s'dola una në as 10 sekonda, u hodha ai më nxori mua. Hajde tha prap, në kapisedra mua. Tani me vetë. Ka që ajo shkelbin, ne do mos e gjuaj. Ne kemi ngrënë një javë dru. Mësua noti, e kupton. Ne kemi ngrënë një javë dru për ikëm me këtu te kubiqet me ato Byrazeri kishte veshur ato shapkat e plakës që thua ti ato blut. Po si duket ajo kishte na një vrim në mes, e kupton? Edhe luajmë me 4 vrima. Edhe e hodhi në Gjeni dhe zhavor në poshtë. Sa që edhe 18 kg ajo, edhe ra poshtë, iku në poshtë në fund të lumit. Edhe u kthem, jo, nuk u hodhëm dot se kapëm, e mori ryma. E u kthem ngrëm një javë dru valla, për ato shapkat, ngrëm dhe dru pastaj për ato shapka. U gjit shapka. E çavi të kishin ato simboli i edukatës. Po çake, po ja ne që na kanë rafë, që na kanë gjetur po. Po tani në shkollë mos e raf fëmijën ti. Mos e bullizo, ka dal fjalë e re, bullizo. Ka frikë mësuesja, ti thot një dhap nxënësit. Po, ai qafa i nesër, ato, ai vjen të shan. Po pse kemi hequr ne që na kanë rafë plaka, valla. E plaku na kanë thënë. Po në shkollë sa na kanë edukuar. Na kanë edukuar mirë, na kanë edukuar. Valla, ku ishte libri 4-5 gish në kokë. Ajo gjyla tërësia që qep bashk. Edhe kishte edhe 4 fletore brenda dhe bëj kështu si buk me vete. Po. Edhe të vinte kështu me atë. Po trashe, se të kure si letre bëhet si e trasha, kur vinte në kokë valla ajo ishte. Jemi, po më duket se jemi shumë okay dhe ne. Jo, mirë jemi. Po jo, po jo. Jo, unë mirë jam valla. Po duket. Po mirë, pasoja ka valla. Mirë. Po pasoja ka, po mirë, normal. Ideja është valla, shiko, ore druri ka dhënë xhenet i them. I ka rënë influenca shkollës shumë. I ka rënë shumë influenca shkollës. Nuk bën ligjin nxënësit tani. Tani bën vërtet ai, e këtoni thotë ajo del jashtë. E del jashtë ai pa pikë problemi edhe se ka problem fare.
Kurse ne atëherë të dilje jashtë dhe të shkonte plaku jashtë. Shlar qoftë. Ishte ose të binte ai se kishe lënë në fillim të shkollës të kishe lënë atë numrin e shtëpisë që fillonte me 26, si fillon ai numri i shtëpisë këtu? 084 26. Të kishe lënë atë numrin, ti ajo mos usja kujdestare, të binte dot ai telefoni i shtëpisë kur. Po, ishe pa gjak. Të çponte njëri kështu nuk dilje gjak, valla, ishe i zverdhur, ishe bërë si sfurk. Ishe bërë si sfurk, për sot. Jo, cilat janë planet tani për të ardhmen? Si e mendon? Po ikësh prapë në Itali atje në Bologna? Po, kam për t'ik prap. Do i gjë të veçantë. Them të vazhdoj prap me të njëjtën ritëm, po çik më fort, çik më shumë reklamim edhe për biznesin që kam hap. Fiks. Për tatun, po. Për tatun e kam pas çik që të vogël, që doja të bëhesh atë, po e ke parasysh edhe mundësit, s'kemi. Po ja, që erdhi momenti dhe Po, e di si vjen momenti olla, duhet ta provosh apo këtë. të riskosh. Të riskosh. Për shembull, nuk po them të riskosh në çështje me ekonomi, po të riskosh për frikën apo se nuk dihet se çfarë vjen, kur ti thua, ta bëj thua, jo po se s'ka, jo po se s'den njeriu, apo se ja ose do ta bëj njeri se je i ri, janë bërë shumë vet ajo. Kjo është e gjithë frika e njeriu do bëj, që nuk marr iniciativë të riskojnë për një punë. Për shembull, ja edhe ti. E këton që ke hapur këtë këtu, e këton është risk. Nisin nga hiçi. Nga hiç, je. Kishim çdo bëndim një dymë, hajde të merrem me një gjë tani Ta hapim, e këton. Blerua. Ai kishte parë shumë podcaste. Normalisht un podcast vetëm Mira Kazhanin kisha, nuk ishte dalë nga dy herë që bënte ato emisione të shumë. Pastaj kaluam, shikojmë këtë Garage Log, Andi dhe Besi, i përshëndesim çunat. Shumë podcaste të interesante dhe pse jo, hajde ta nisim ne, ta nisim avash, në 41 tani. Ne tani imagjino kaç kohë. Po që ne xhirojmë vetëm në divën, sepse në BR në sezon jemi të gjithë të okupuar me punë. Po. Edhe normalisht çdo podcast sezonin e ka. Shiko, po podcastet mirë është në dimër janë akoma më të forta se edhe njerëzit janë në shtëpi, ndjekin, bëjnë, vinë të lodhur në punë, do të shohin diçka tamam të hajrit për shembull. Edhe batutat që kemi ne. Batutat që kemi ne. To sa mamai që bëjmë ne këtej në anën tonë. Unë ndjek për zotin Allah, unë kam qenë i parë, më thënë, jo vetëm se jam unë gjirokastit e po i ndjek se janë shokët e mia, apo njerëzit e mia, apo patriotat e mia, po i ndjek Allah se shplodh atë nervin që kam hequr gjatë gjithë ditës, valla them këta. Të dëgjoj një muhabet të hajrit, domethënë muhabet i parë që mund të kem dëgjuar se çka që nuk e di prap me atë djalin në atë që vjen në Naçi. Se për një muhabet ai nuk e di dhe po e do që na fillim deri në fund valla sa që një orë e do që edhe kështu deri në ditë natës se zakonisht jap natën këtë gjë mbaroj punën e mia po hap në një gjë të shoh në nuk ka valla nuk futen fare në TikTokun. Ne thon unë çfarë shoh Instagram. E thon Reelsat e Instagramit valla nuk riu mund të çat shoh më në TikTok tani thon. Del tjetri ropt, del tjetri Tjetri pace. Vrimat, e rëndon, në vrima i ishte. Ja për suvançin të. Po na lina e vrin damur, romazë, më kutë, kupton. Çfarë të merru ti tani, kupton. Çfarë shoh shoh, janë degeneruar, kupton. Vetëm ne shqiptarët e kemi këtë lloj. Po pse jemi kështu? E kemi olla sepse janë ca njerëz mos përmendim emra, don që e kanë hapur këtë lloj ritmi kështu, Të lloj stili. Është tamam si stil audiencë, valla që vetëm kjo mënyrë ngre audiencën e. Për shembull, në Shqipëri nuk ka mënyrë tjetër. Përplasje me dikë. Nuk ta them unë që nuk ka, po flasim për live-et, kupton, nuk ka për të ngritur, po flasim me audiencë të frikshme, jo audiencë. Që mund të marrësh ti një shkrimtar. Nuk ka shanse valla. Mund të flasi ai, e ndjekin 20 vete. Merr ti X person, të filloj ai me libër shtëpie. Po, me listime. Unë merr gjëra. Unë futem njerëzit në kanal, në kazane me ndere brenda apo. E kupton çfarë bëhet vetëm për audiencë. Vetëm për audiencë. Janë njerëzit edhe mua vjen i natë se okay ti që futesh valla. Po ti që e shef çka kërkon valla. Ç'a do valla. Buri 40 vjeç shef atë tani me të shtëpisë. Që shahet ai tani për lyet aty valla. Ti vetë shef me nusën krevat valla, e kupton. Ato është degenerim, jemi zhavor fare, valla barka, se kupton, s'ka më, e kanë bërë këtë stilin, valla, s'ke çaj bën. Nuk ka për shkakun. Po dakord, ai që e bën këtë gjë e ka për arsye fitimi, po ti që e ndjek apo çfarë syje ke? Kënaqesh me ato që ja hedh ashtu e shtarenduan këto telenovelat, i kanë qef këto, i ndjo intrigat, jo gjëra. Shet, kjo gjë shet. Marrën atë rakim 500 lekë. More kam marrë diskutojnë hallet, e pe atë që tha ja hodhi ai.
Bja dhe I tjetëri thot ai, pa, Disa po jemi ne muhabete krejt. bëjnë kështu si këto, ore muhabete pa fund si këto, la, në lokal. Kudo që të vesh bën, mos lesh bën kodja, po çfarë më intereson më për filan. Sa ore lokalo, e pe filani fistek, më thon. Kjo Kemi është qef të merrem me tash të po, e kemi ne këto do. Po I ka ngritur o bur, s'ke çaj bën këto, nuk e çaj bën. Un kam qenë vetë I pari për shkakun që kam hapur një temë në TikTok për shkakun. Ka shku me ka shku live 100-200 vet, ata vjen tjetër në koment, ta prish, thot hajt se po zihet filani me fistekun. Një koment tek e bën. Te koment lëshon ajo valla. Na 200 veta, 3 veta ke 3 veta. Tezja, halla, hajde, kush është tjetër valla. Me ti mund të flasësh për gjëra edukative. Ore gjëra të sakta valla, këto gjëra jo se duan të flas, po kështu duhet të flas. Ai se uzu filani. Ai se uzu fisteku thot ai. Shpërndani live thotë. Shpërndani live, vina dha ikin këta të mitë valla, këta. Ku veni mo. Valla, ku është bie mushka filazë. Omar, diçka për të ardhmen ti? Si ke planet? Momentalisht I kam reduktuar pak performancat. Jam duke u marrë me ca remake të këngëve të vjetra, duke I kthyer në Afro House, jam duke punuar në studio Goxha. Nuk I kam publikuar te kanali im Instagramit shumë pak ca Ka dalë sekuenca. shumë mod kjo Afro House. Ka dalë në mod, po Po të për sezonin e verës është fiks. përgjithsisht unë vetë edhe kur e kam nisur e kam pas si stil teaming të ton. Do të nuk e lozja kudo se këtu je I detyruar të lozësh lyqy qek. Edhe detyrimisht do t'i lozësh. Edhe Se kush e tha nuk e ti e the as nuk e the kush e tha një herë në live. Vetë e tha në lokal e tha dëgjoj tha muzika house ta kënaqen njerëzit tha e dora një regjistër më fut një popullor. Tallava. Ky është problemi. Këtu tërë tha vade, po balla një stili tha. Po çao këtu do dëgjoj shqiptarit tek do thot pi të kuqe. Ka kaluar. Po do ti ka iki thotë. Pikokra ky. I ka pikokra ky. Ky është psikopat dhe jo çat gjoki ky e ka bërë qaf shiringën. Këto mirë vetë çfarë thonë Po këto. ta edhe popullore, Zdi. ti je në rregull. Po duan vaçe zelën, duan këto. Po vetë se lashnur. Po duan këto me tefme kështu. Ba Moj Fernanda, moj Delfina. Duan këngë rakie këta më burë, këto. S'duan këngë kështu o burë. S'ka si futet në Europë Shqipëria apo s'dëgjoj këto. Ore nuk është vetëm. Qa duan Europë këta valla, se s'po I marrësh. Dua Europë këta. Europë duan këta, pira zërë. Rikë tu, barka zërë. Dëgjoj çeku, Të dëgjoj qeku, si shto të marrë këtu. është situata e keqe dhe unë të them të drejtë jam mbyllur pak, po punoj pak me studion, me një bashkëpunim të ri që po bëj me një shqiptar të Italisë, që ka bërë dhe këngën e Tajnës Uj, që e përshëndes Gerton. Shumë shpejt them se do ta nxjerrim dhe atë me klip. Edhe momentalisht po korrim atë suksesin e asaj këngës që kam bërë me Eleonorën. O Elion, djalin ton na Gjirokastra, E përshëndesim. përshëndes dhe Elion. Do kam besoj do ta kem kënaqësinë që ta kem këtu Elion. Elio është shumë talentuar. Kam Edhe shumë përgjithsisht me këto jam duke marrë me studio më shumë se sa me performancat, them të drejtën. Shumë mirë. Mua më vjen mirë vetë qefi që çuna na Gjirokastra ai tepër miqtë e mi, shokët e mi. Kanë arritur dhe po bëjnë diçka të mirë. Për natyre po dhe për Gjirokastrën sepse fundi javën bëjmë kush është ai Omari është na Gjirokastra. Kush është Bajva është ai shoku tim na Gjirokastra. Më vjen mirë dhe mua. Ajo është po mburesh me njerëz do për ajo është edhe kur mburesh për një gjë të mirë dhe unë për zotin pa ta thash edhe në fillim. Kur do ta hendi podcastin e radhës se më shbësh si radio, kur iki në punë në mëngjes se vendos aty dhe dëgjoj. Me shumë mundësi na fillimi i javës të parë të muajit tani Kjo quhet do njerëz për ju që jeni dhe live në podcast Experience Gjirokastra valla. Gjithsesi do ta bëjmë tag shumë shpejt edhe do t'i shikojnë gjitha videot i ka video. Do kemi rilsa, do kemi Po rilsa. flasim video lux, jo podcaste çfarë të them unë valla. Jo po çfarë të them unë se mos e thuj ti këtë. Podcaste shpreh valla pa doreza, pa dorashka. Pa doreza, jo la kurish, pa doreza, pa dorashka. Jo. Tani dhe la kurisia ka lezetin e saj. Ajo ka lezet se ashtu kemi lero, por po. Ideja është kjo. Jo, qa më the të thash, më the të thash. Kjo do të duaj dhe vemi në virua. Kot. Unë besoj se ka qenë një bisedë interesante dhe Ti faleminderit. Shumë faleminderit për shumë ftesën. fantastike. Unë Mua na më Ishte pëlqen- kënaqësi. Më pëlqen të kem miq të mirë, të kem njerëz të edukuar dhe njerëz që kanë perspektivë për të ardhmen për jetën. Kjo është mbi të gjitha dhe faleminderit shumë. Faleminderit juve që pranuat. Bëhet super podcast e inshallah të Suksese sa më Shpërndani live-in. Shpërndani Shpërndani live-in. live-in. Follow të gjithë
Follow gjithë podcastin më të fort në Gjirokast. Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe e gjitha, dhe ju këtu që jeni te live-im, Nuk do t'ju mërzitim. Ju premtoj. Nuk do t'ju shgënjej, çuna. Asnjëherë. Të keq. Faleminderit miq, shihemi në këtë radhë. Faleminderit, rrugë pafshim.